I will speak in Albanian, but first of all, I will say a few words. I want to thank Baba Mondi that has created this beautiful space, and also our dear friend Genti that is always very active in Religions for Peace. And thank you for being here from other countries. So, të nderuar pjesëmarrës, të dashur vëllezër dhe motra, falenderoj organizatorët për këtë event dhe për mundësinë që më jepet t'ju drejtohem me dy fjalë përshëndetse të gjithë juve. Fryma e bashkëpunimit ndërfetar dhe dëshira për ta ngritur atë në nivele sa më të mira gjen në vendin tonë një terren të përshtatshëm. Edhe pse jo, një model të rëndësishëm edhe për vendet e tjera. E shenjta nuk është pikë së pari një hapësirë fizike, por prania e hyjnores brenda secilit prej nesh. Zoti ka vendosur te çdo njeri frymën e tij, e kjo gjë e bën njeriu të dinjitetshëm para çdo njeriu tjetër, para ligjit, para çdo kohe dhe para çdo sistemi. Ky dinjitet themelor i njeriu të bëron pikërisht nga prania e së shenjtës brenda tij. Si i tillë, është njeriu që ka marrë përgjegjësinë e dhënë nga hyu që të jetojë shenjtërisht në këtë botë, e të jetojë shenjtërisht hapësirën dhe kohën. Njeriu në traditën biblike është i thirrur të jetë i shenjtë, ashtu sikurse hyji i tij është i shenjtë. Por jo vetëm njeriu. Edhe krijimi është fryt i fjalës së hyjut. Ai tha dhe çdo gjë u bë. Në këtë kuptim, bota, realiteti, gjithçka që na rrethon është e shenjtë, sepse në të banon hyu, Perëndia e gjithëpushtetshëm dhe plot dashuri. Gjithçka është fryt i dashurisë së tij. E megjithatë ne nuk mund të mohojmë që forcat e errta të skeqes mundohen ta zhbëjnë atë çka hyu ka bërë të mirë, të bukur, të vërtetë. Janë forca që tërheqin njeriu drejt humnerës së pushtetit, paras, lavdisë dhe pangopsisë. Në vend të një paqe të çarmatosur dhe çarmatosëse, sikurse ka thënë Papa Leoni XIV, shpesh njerëzit, fuqitë e mëdha, shumë qeveri, zgjedhin rrugën e konfliktit dhe të luftës, zgjedhin sundimin e njeriu mbi njeriu, e po ashtu shfrytëzimin e asaj çka Zoti ja ka dhënë për gjithë që ta përdorin vetëm pak njerëz. Të dashur miq, jetojmë ndoshta në kohë të vështira, ku fuqia e mirësisë dhe e bukurisë të shenjtës e reflektuar tek njeriu dhe tek krijimi duket sikur po pengohet dhe errësohet nga forcat e ligësisë dhe të shëmtisë në emër të pushtetit, të përfitimit, të sundimit dhe të dhunës së më të fortit, ligji më të fortit. Është detyra jone të gjithëve që të lartësojmë lutjen dhe të aktivizojmë angazhimin ton për një botë më të mirë, ku të jetojmë të gjithë në paqe, në drejtësi, në emër të Zotit, të një dinjitetit të patjetërsueshëm të njeriu dhe të dashurisë për njëri tjetrin. Të nderuar miq, këtë mision ne nuk mund ta braktisim asnjëherë, pavarësisht vështirësive që na dalin përpara, pavarësisht ndryshimeve dhe mënyrave të ndryshme se si jetojmë traditat tona fetare, pavarësisht dhunës së forcave të errta të skeqes, pavarësisht gjithçkaje. Duhet të vazhdojmë të jemi shenjë e fortë dhe dëshmi e qartë e së shenjtës në botën tonë, në realitetin ku jetojmë, në Shqipërinë tonë. Edhe një herë urime konferencës, e Zoti ju bekoft të gjithëve.